Në skenën e teatrit Skampa në Elbasan u ngjit këtë fundjavë premiera Shumë pak vrasës. E bazuar mbi motivet e autorit Paul Portner, shfaqja vjen në regjinë e Rozi Kostanit, e cila sjell në skenë një atmosferë dinamike ku intriga dhe komedia ndërthuren në mënyrë mjeshtërore. Në një shoqëri si e jona ku vrasjet janë të shpeshta, komedia vjen shumë aktuale. Kjo vepër është në një stilistik të veçantë, ndryshe nga dramaturgjia klasike. Kjo e thyen murin e katërt, e bën interaktiv publikun dhe ne jemi përpjekur për ta sjell tek publiku me problematikat tona, pra për ta gjetur vrasësin brenda nesh. Të gjithë ne jemi vrasës dhe të vrarë gjithashtu, por kur ti e kthen këtë në një komunikim të drejt për drejt me publikun, atëherë zbulesa e këtij vrasësi bëhet më organike dhe më interesante. Me profesionalizëm, humor dhe një lloj plot dinamizëm, kasti i aktorëve Helidon Fino, Ola Harizaj, Vim Beleri, Erli Fortuzi, Elona Mamo e të tjerë krijuan një atmosferë ku misteri dhe e qeshura ndërthureshin natyrshëm në një komedi misterioze të mbushur me enigma dhe situata surprizuese. Si që vu të re edhe nga vetë vepra, ka një pjesë të dytë vepra që ka një bashkëpunim është vetë në stilin e veprës dhe të autorit, në bashkëpunim me bashkëbisedim me publikun, është vetë në dramaturgji. Dhe kjo është e pjesë shumë interesante, sepse publiku e pret gjithmonë të komunikojë me, dhe më nuk ka patur në njerë, ose shumë rrallë mund të ketë mundësi të komunikojë me veprat, dhe më thënë me aktorët, të flasim teatër kryesisht. Edhe kjo vepër ja jep këtë mundësi dhe është shumë interesante. Do arrisi çdo komedi tjetër, sepse Elbasani ka një publik të jashtëzakonshëm, kështu që unë aq më tepër në komedi, dhe aq më tepër që kjo komedi është një komedi interaktive, e cila ndërthur marrëdhënien midis aktorit dhe spektatorit në një formë që asnjë komedi ose asnjë shfaqje tjetër nuk e jep. Salla e Tempullit të Artit në Elbasan ishte e mbushur me spektatorë të cilët ndoqën me vëmendje e entuziazëm komedin Shumë pak vrasës, një produksion që të rrugëtoi në të gjithë vendin.